Nderi I burrit nuk është I barabartë me nderin e gruas. Kur tradhton gruaja është shumë herë më e rëndë se kur tradhton burri, pasi gruaja është nderi I shtëpisë, nuk është burri. Por se nderi I burrit është shumë herë më I rrezikuar, më I kërcënuar dhe më delikat se nderi I gruas. Gruaja ka vetëm një nder, do e mban, do nuk e man. Nuk I humbet nderi I gruas se dikush e qëllon me shpull apo I merr çantën nga qafa apo e përdhunon. Jo, nuk I humbet nderi. Sepse nderin e saj e mbulon burri, vllai, babai, një burr I fisit. Kurse nderi I burrit është I rrezikuar. Burrit mund po I qelloj njëri me shpull, I merr nderin, po I rrahu njëri ndonjëna të fisit, po e gënjmashtroi në njëri për lek, I mori lekja s'ka këtë uma, po I vrau dikë në fis, burrit I humbet nderi. Por burri ka ardhur në tokë si protektor për të mbrojtur nderin, po burri nuk është I ndershëm. Pse nuk është I ndershëm? Po ja u shpjegoj unë sipas mendimit tim. I plot fuqishmi, natyra, gjithësia e ka krijuar gjinin mashkullore në një mënyrë të tillë që është pa rezistencë. Nuk I reziston dot gjinis tjetër, joshjes së gjinis tjetër. Gjinia mashkullore bie pre e gjinis tjetër. Kur tradhton gruaja shumë herë më e rëndë, për arsye sepse gruaja shkon me vetdije për tradhtuar, kurse burri nuk shkon me vetdije. Burri është I vezulluar, I janë errur syt sepse ashtu është ndërtuar burri. Kurse gruaja shkon me vetdije, sepse gruaja, femra, ashtu është ndërtuar, nuk është e karikuar, siç është mashkulli që rrit tërkohën I karikuar. Do t'ja ilustroja miqve të mi me një episod. Në qoftë se në një burim, në një kovere, freskohen disa vajza në hije, dhe aty poshtë kalon një djalë, sado I bukur tjetë, po kalon nudo, ato nuk kanë për t'ja hedhur syt. Nuk kanë për t'ja hedhur syt, po përkundërzi do ta neverisin atë lloj pamje. Po në qoftë se aty janë disa djem dhe poshtë kalon një femër lakuriq, nudo, sado e shëmtuar tjetë, ata do masturbojnë. Do masturbojnë